Mishe Thua me Nedin dhe Joridën. Mirë se erdhe në Mishe Thua. Unë jam Nedi. Dhe unë jam Jorida. Harova, unë akoma jam Jorida. Po jo. Edhe sot do flasim për një gjë që do shta shumë nga neve e kemi menduar, por po thuaj se asnjëherë nuk kemi folur për këto gjërat, sepse nuk duam të flasim për këto gjë, sepse na duket e çuditshme, por do flasim për mitet e martesës. Ato ide që kemi pasur gjithë jetën, do shta i kemi marrë nga librat, nga filmat, kemi marrë nga rrjetet sociale dhe nga dasmat madhështore, kemi marrë nga thënie të bukura që lexojmë, mitet për martesën. Dhe pastaj martohemi, pastaj themi, po pse asnjë njeri nuk më ka treguar që këto mitet nuk funksionon fare në realitet. Prandaj do të flasim për mitet e martesës sot. Kështu sot të marrim 7 mitet edhe do t'i zvendësojmë me 7 të vërteta. Tani, mitin e parë çfarë është? Miti i parë. Ja të lexoj unë. Martesa do t'i zgjidh të gjitha problemet e tua. Ua, sa Duket bukur? bukur! Mhm. Por shumë njerëz në fakt mendojnë që kur vetëm të martohem, çdo gjë do rregullohet. Do jem me qetë, do jem me plotësuar, do jem me lumtur, do jem me lumtura e gjithë botës. Patjetër. Edhe është çdo gjë do krau. jetë vaj. Po. Po. Por e vërteta është që çdo problem që ti ke, çdo gjë që pa zgjidhur, të pa formuar, ti do të sjellësh me vete në martesë. E kam me vete në xhep. Kur unë thash po Jurides para kaq vitesh, nuk u bëra një Nedi tjetër, nuk u transformova në moment. Në fakt është shumë e vërtet, sepse nëse unë isha xhelos përpara që u martuam, unë e mora xhelosin me vete. Nëse kisha probleme finansat, nuk u rregullova ato ditë që u martova. Do shta jam përmirësuar për shkak që kam mësuar nga ty, nëse e kisha vështirë me komunikimin përpara, akoma jam sfiduar. Thuaj. Nuk e komunikoj dot. Martesa nuk është një shkop magjike. Në fakt është më shumë si një pasqyrë zmadhuese. Ato gjëra, probleme, sidomos që sjellim duken më serioze, më problematike. Edhe te Galatësve 6:5 thot se cili të mbaj barën e vet. Mendoj që jo është një këshill shumë e shëndetshme, është biblike, patjetër duhet të jetë e shëndetshme. Kjo do të thotë që nuk mund të martohem për të shpëtuar nga përgjegjësia ime për zhvillimin tim, për rritjen time. Edhe në fakt nuk është gjë e keqe, sepse kur ke një njeri e afër në jetën tënde, ajo mund të të ndihmojë të rritesh si person. Martesa nuk është një aratisje nga problemeve, sepse ashtu si kemi thënë, problemet do kemi me vete, por është një vend që Zoti ka saktuar që ne mund të rritemi më shumë. Edhe do shta një ide praktike është që flisni bashkë, çfarë janë ato gjërat që kemi marrë me vete në martesën tonë? Çfarë janë ato gjërat që duan çik ndryshime? Edhe le të ndihmojmë njëri tjetrin bashkë me hirin e Perëndis që të forcohemi të bëhemi me të mirën e vetes. E vërtet se martesa ka shumë potencial. Mund të rritemi, por nuk është përgjigje vet që unë transformohem me njëherë. Kështu parimi, çfarë është parimi këtu? Rritja personale është përgjegjësia individuale. Para se të martohesh, edhe brenda martesës. Me ndihmën e Zotit, unë do të bëhem ai personi, do plotësoj potencialin që Zoti ka vendosur brenda meje. Shumë bukur. Miti i parë. Tani miti i dytë. Çfarë është miti i dytë? Do të ke menduar, do të ke dëgjuar. Një partner i mirë nuk zemërohet kur. Si mendon? Nëse mendo, Jurida, nuk do përzitesh me mua. Ashtu? Por unë jam mërzitur me ty do njëherë, sepse në fakt
mërsitja, semerimin janë gjëra normale në jetën tona, apo jo? Të gjithë të semerohemi, të gjithë të mërsitemi donjëherë, por Janë emocione që vinë. po, Nuk është që vendos, unë do të zemërohem. po, Por jam I zemëruar. po, por pyetja e mirë është çfarë do të bëjmë ato semerimin tim, sepse unë mund të vendos që mos e lejoj semerimin të marr flak fare, të djeg gjithë shpinë. Por tek Efesianët 4:26 thot, semuroheni, po mos mëkatoni. Në fakt më pëlqen që Bibla nuk thot mos semurohu, sepse ashtu si ti thoshte, ne të gjithë semerohemi donjëherë, por çfarë jam duke bërë me semerimin tim? Kjo është pyetja e madhe. Të bërtasësh, të dramatizohesh, të hedhësh fjalë që lëndojnë, shumë kollaj të bëjmë. Kjo është një zgjedhje që ne bëjmë. Por emocioni vetë nuk është mëkat. Por çfarë bëjmë me emocionin mund të bëhet mëkatin. Në fakt, unë shumë herë mund të jetë letë për mua të them që ti me semeron, që ti me mërsit, por në fakt kjo nuk është e vërtet. Po është faj jot. Unë gjatë viteve kam mësuar që është mirë që kur unë diem që po me vjen ajo mërsitja, jam duke numeruar 1, 2, 3, për të ullë qik tensionin, për të ullë qik temperaturën, edhe në qoftë se kam nevojë. Kam kuptuar që me bën shumë mirë që të dalë për një shëtitje vogël, të përplas qik këmbët kur jam duke spritur shkallet, që ko vi koha që kthehem në shtëpi, jam e qetësuar edhe unë mund të flas me një ton ndryshe, edhe mund të them, shiko Nedi, kur do të këto gjë, unë ndjeva ashtu, por nuk jam duke shkateruar ty, duke fajsuar ty gjithkohës. Shumë mirë. Edhe më pëlqen kur ti jam. Ti diesh më sigurt në shtëpi, apo jo? Se butësia, vetë kontrolli, durimi nuk është dobësia. Nuk është dobësia. Është pjekuri. Edhe çfarë është parimi këtu për këtë mit? Pjekuria nuk është mungesë emocionesh, por kontroll mbi to. Problemet vinë kur emocionet na kontrollojnë neve. Që ne duhet të kontrollojmë emocionet, jo emocionet të kontrollojnë neve. Tamam. Kjo është sfidë shumë herë për mua, sepse kam shumë emocione. Miti I tretë thot, një partner I mirë duhet të di çfarë më duhet pa më thënë. Patjetër. Kjo është e preferuara ime, që ti duhet të dish çfarë kam unë në mendje, çfarë janë nevojat e mia, sepse tani kemi kaq vite bashk. Ndoshta njerëzit mendojnë ose thonë, po do të dije. Nëse më doje mua, do të dije çfarë dua unë, çfarë kam nevojë. Po, realitetin është që asnjë nga neve nuk lehtësojmë mendjen e tjetrin. Nuk e di. Unë kam provuar për 30 vite, por nuk kam patur sukses. Edhe sidomos në fillim të martesës. Njerëzit që martohen edhe kanë një lidhje, ndjejnë një lidhje shumë të fortë me njëri tjetrin, mund të mendojnë që kjo vjen automatikisht, kjo mirëkuptim. Po. Por nuk është ashtu. Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu, sepse lidhja e fortë ndërtohet me komunikim, duke folur, duke shprehur, duke shmangur, jo duke shmangur komunikimin, por duke praktikuar komunikimin. Po. Edhe kemi një varg këtu që na pëlqen shumë, thot tek fjalët e urta 18-13 thot, ai që përgjigjet para se të dëgjojë tregon marrëzi. Në fakt, unë mendoj që duhet të ishte shkruar ajo që përgjigjet para se të dëgjojë, sepse kjo është dobësia ime, apo jo, shumë herë që jam duke dhënë një përgjigje përpara që kam dëgjuar gjithë fjalinë tënde. Ka ndodhur ndonjëherë. Po. Po shumë herë kuptojmë ose presim që të tjetrit na kuptojmë pa folur, por Bibla thekson dëgjimin. Po. Edhe Zoti na ka dhënë 2 vesh. Po, në fakt komunikimi nuk është një gjë opsionale në martesën tonë, por është themelore, është një gjë që me vërtet duhet të praktikojmë. Që parimi këtu është që marrëdhëniet e shëndetshme ndërtohen mbi një komunikim të qartë, jo mbi hamendësime. Hamendësimet të komunikimin janë armiq.
Kështu në praktik, çfarë do të bëjmë? Do të shprehim atë që kemi nga brenda. Do të doja këtë, kam nevojë për këtë. Kjo do të më bekonte. Të lutem, a mund të më ndihmosh me këtë? Të shprehim edhe të themi drejt për drejt. Po. Jo vetëm të hamensojmë, jo vetëm të them pse nuk më kupton, pse nuk më di. Ai ose ajo. Po. Atëherë, kalojmë te miti 4. Edhe kur ne flasim për këto mitet, nëse ka një ose dy që me të vërtet të ngacmojnë, mendo më shumë, flisni bashkë për këto. Po. Edhe kur flasim për mitet, edhe i zvendësojmë me të vërtetën, kjo ndryshon diçka në martesën tonë. Miti 4 thot, fëmijët do të forcojnë martesën tonë. Fëmijët ju bashkon, të gjithë në kanë thënë këtë gjë. Bëni fëmijë, sepse fëmijët do t'ju bashkojnë. Edhe vërteta është që fëmijët janë bekim shumë të madh, por nuk janë atë ngjitës që bashkon një martesë që është e qarë. As një martesë që është e mirë, fëmijët nuk e gjiten. Jo. Ja. Tek Zana Filla 2:24 thot, do të bashkohet me gruan e tij dhe do të bëhen një mishi vetëm. Kështu rendi biblik është e qartë. Së pari është bashkimi burri me gruan. Pastaj janë marrëdhëniet e tjera. Po. Unë jam shumë mirënjohës që kemi 3 fëmijë. Jam shumë mirënjohës që kemi patur këto mundësi. Por e vërteta është që në fillim kur erdhen fëmijët në jetën tonë ka qenë sfiduese. Sepse fëmijët e kanë ritmin e vet, apo jo? Kam qenë pa gjumë, kam ngritur në mëngjes me flokët përpjet, me të lodhur, të raskapitur. Edhe shumë ka qenë sfiduese që unë mendoj që është mirë të kemi të punojmë për një martesë të fortë përpara që të shtojmë fëmijët në mesin tonë. Edhe të vazhdojmë të punojmë edhe kur kemi fëmijët, se fëmijët zmadojnë problemet tona. Nuk e zvogëlojnë, nuk e bëjnë të zhduken. Po, sepse edhe zakonisht ndoshta nuk jemi në të njëjtën vije me si të rritemi fëmijët. Kemi opinione të ndryshme. Por martesa duhet të jetë e fortë, edhe duhet të vazhdojmë të investojmë në martesën tonë. Sepse fëmijët janë fruti i martesës, nuk janë themeli i martesës. E vërtet. Edhe çfarë është parimi këtu atëherë? Prioriteti është marrëdhënie bashkëtorë, pastaj prindërimi. E ke dëgjuar në avion kur thon vendos maskën e oksigjenit tënd para se të ndihmosh të tjerët. Kjo është edhe parimi i martesës tonë. Le të kujdesemi për martesën tonë, që të kemi mundësi të jemi prindër më të mirë dhe miq më të mirë dhe të jemi një bekim për të tjerët. Po. Kjo nuk thot që ne jemi duke ignoruar fëmijët, sepse patjetër jemi duke kujdesur për fëmijët, por mos lejmë pas dore marrëdhënien tonë pas që kemi fëmijë. Të vazhdojmë të dalim ndonjëherë për kafe, të gjejmë një babysitter, të bëjmë të bëjmë gjëra të mira, edhe ku jemi brenda shtëpisë, ku kemi gjithë kalamajt atje, le të shikojnë që mamin e babin po kalojnë kohë së bashku. E vërtet. Po, është e bukur. Okej, miti 5. Se igen koha. Po. Beqaret, kjo është interesante. Po. Thonë që beqaret kanë jetë seksuale më të mirë se të martuarit. Çfarë mendon ti për këtë? Kjo është mesazhi i kulturës. Po. E rrjeteve sociale në të gjithë që janë vetëm të rinj, janë vetëm ata që nuk janë të martuar që kanë jetë seksuale të shkëlqyer. Ato takime romantike dhe appet që mund të downloadojmë edhe. Por në fakt gjithë studimet, edhe provoja jonë, se pak nuk mendoj që ne për shkak që kemi një marrëdhënie të fortë, të shëndetshme, të dijemi të sigurt që jemi mirë me njëri tjetrin, ne mund të shijojmë edhe mund të kemi një kënaqësi shumë ndryshe nga ato që është one night stands, sepse jemi të sigurt me njëri tjetrin. Po, që është sekreti? Apo jo, është lidhje emocionale. Është jo siguria që sjell martesa. Që ne jemi përkushtuar njëri tjetrit, nuk ka asnjë tjetër. Edhe jam i sigurt në duart e tua, edhe ti je sigurt në duart e mia. Po, edhe dua të
shtoj një gjë këtu që unë mendoj që edhe kjo është një gjë që ne mund të mësojmë gjatë viteve. Si të kënaqemi, si unë mund të kënaq ty edhe si mund ti të kënaq mua edhe në ato aspekte martesës tonë. Po, se unë të njoh ty më mirë sot se sa kur ishim sapo martuar. Po, edhe intimiteti nuk është vetëm seksi, nuk është vetëm ajo gjë fizike që kemi, por është edhe nga ana emocionale, është edhe nga ana shpirtërore. Edhe dua të gjithë së bashku, jo vetëm një pjesë. Është si një dhuratë që ne mund të japim njëri tjetrin, edhe është një dhuratë e bukur që Zoti na ka dhënë për të shërbyer njëri tjetrin brenda martesës. E vërtet. Shu parimi këtu është që intimiteti lullëzon në sigurinë e martesës, jo në ato takimet rastishme. Po. Miti 6. Unë do të ndryshoj të gjithë zakonet e tua të keqa, vetëm të martohemi, edhe pastaj do të ndryshoj. Se jam i bezish? Do ndjeherë ke disa gjëra që do të ishte bukur të ndryshojmë, por kjo mund të jetë ajo idea që unë kam patur, por nuk funksionon. Jo, martesa nuk ndryshon karakterin, e zbulon karakterin e personit. Edhe tek Romakëve 2:12 ose 12:2 thot transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj. Shu ndryshimi vjen është diçka një vepër e brendshme që mendimin e Zotit me hirin e tij ne mund të transformohemi. Jo nga presioni që sjell bashortin ose bashorten. Unë me zi ndryshoj veten time. Si mund të mendoj që unë do të ndryshoj Juridën? Është tepër e vështirë. Shumë e vështirë. Kush jam unë të provoj këtë? Por në të njëjtën kohë është manipulim nëse unë jam duke thënë që ti duhet të ndryshosh, që të më tregosh që ti me vërtet me dua. Po, kjo më bën që të them, do të më kontrollosh mua, do të më detyrosh mua? Sepse vetëm Zoti mund të na transformoj, apo jo? Jo martesa, jo kritika, jo kërcënimet, nuk ndryshojmë me kërcënime. Në fakt, parimi është që transformimi është një proces shpirtëror, jo projekt manipulimi. Të mos manipulojmë njëri tjetrin. Shu praktika. Martohu me personin që me të vërtet është. Jo me idejen ose me dëshirën tënde që si duhet të jetë. Unë zgjodha Juridën, jo fantazin time të Juridës. Edhe unë duhet të jetoj me atë, të pranoj Juridën. Edhe të ndihmoj atë, të ecë bashkë me atë në udhëtimin e saj të transformimit. Është një udhëtim që zgjat gjithë jetën. Po, edhe të dy do të ndryshojmë. Po. Jemi të dy në këtë udhëtim, duke u rritur, duke u transformuar. Edhe nuk është puna ime të forcoj të ndryshoj Juridën vetë. Kështu, edhe është e pamundur. Po. Kështu. Miti 7 dhe fundit. Miti 7 për sot, i fundit për sot. Një partner i mirë gjithmonë vë nevojat e tjetrit përpara vetes. Po kjo me tingëllon shumë fisnike. Po. Gjë e mirë që të sakrifikosh për mua. Po, e vërtet, por nëse unë kam të qëndrim në martesën tonë, që unë gjithmonë duhet të ulem, të shtypem, dëshirat e mia të harrohen, dhe çdo gjë që kam unë të vdes fare, atëherë të azgjësohem, atëherë do mërzitem, do filloj të hidhërohem, edhe nuk do zhvillohem në atë person që me të vërtet Zoti ka që unë jam të bëj. Po, në fakt, martesa nuk është një garë sakrificëve. Nuk kemi për të sakrifikuar gjithë kohës. Shu këmbështrimi, ose pikpamja është jo çfarë do të sakrifikoj, por është çfarë është marrëdhënia jon, çfarë ka nevojë marrëdhënia jon, çfarë është prioritet, është marrëdhënia jon edhe atë që Zoti ka përgatitur për neve. Domethënë, jo ti përpara meje ose unë përpara teje, por ne
do ecim përpara Po, së bashku. marrëdhënia jonë është më e rëndësishme, si una, apo jo? Edhe kjo na sfidon. Tek Filipianët 2:4 thot, mos mendoj se cili për interesin e vet, por edhe atë të tjerëve. Po, Shu, vargu nuk thot që të ignoroj veten, thot të mos mendo veten për veten, por Zoti na ka krijuar të cili me shumë vlerë, edhe ai nuk thot që dy të harrojmë identitetin ton, ai do që ne të kuptojmë edhe më mirë identitetin ton që është tek ai, që ai do që kur ne jemi bashkuar, jemi dy njerëz që do të kujdesemi për njeri tjetrin, që të rritemi së bashku, të rritemi edhe me shumë në imazhin e tij, që të njohim ai më mirë, edhe ne të jemi tamam ato njerëzit që ai do që ne të jemi. Parimi këtu është që dashuria e shëndetshme është reciproke, jo vetë shkatëruese. Tani, ndoshta shumë njerëz janë të shkërnyer nga martesa. Por janë shkërnyer jo për shkak që martesa është e keqe ndoshta, por ndoshta sepse prishmëria jonë është ndërtuar jo mbi të vërtetën, por mbi mitet. Po. Të gjëra që janë kaq të përhapur, në fakt nuk mund të ndërtojmë gjë mbi ato, sepse nuk janë të vërtetë. Kur ne heqim mitet nga mendja jonë, nga praktika jonë, spulojmë një gjë shumë të bukur. Ne spulojmë një martesë reale, të jetojmë në realitet, jo të përsosur, por të fortë, sepse kemi luftuar për martesën tonë. E vërtet. Shu le të vazhdojmë të luftojmë, ecim në të vërtetën, edhe nëse ti ke dëgjuar ca gjëra që ty të pëlqeu, nëse ke marrë diçka me vlerë, ndaje edhe me të tjerët, me një çip tjetër. Po. Ne jemi këtu për ju, edhe këto podcaste janë për të ndihmuar ne të gjithë të ecim përpara në martesën tonë, edhe të kuptojmë çfarë është më e mira edhe çfarë është plani i Perëndis për ne. Po. Mos jetojmë me ilusione, por të jetojmë me të vërtetën, edhe vërtetën e gjejmë tek fjala e Perëndis. Shumë faleminderit që ishit bashkë me neve edhe sot. Shpresoj që të shifemi herën tjetër, pa mite, me të vërtetën. Mirupafshim. Mirupafshim herën tjetër. Për të parë çdo episod, mjafton të bëni subscribe në YouTube, në kanalin Mishe Thua.